Do e zgjidhi me vetë gjyqësi. A ishte paralajmëruar vrasja e gjyqtarit, ja çfarë shprehte Xhaxhai autorit. Një ngjarje e rëndë tronditi Tiranën sot ku gjyqtari Astrid Kalaja u ekzekutua me armë zjarin në vendin e tij të punës pikërisht në sallën e gjyqit. Ai u qellua me 4 plumba nga 30 vjeçari Elvis Shkëmbi, i cili u arrestua menjëherë pas krimit. Kjo në fakt dukej si një ngjarje paralajmëruar nëse do të merren përbazë fjalët e Xhaxhait, autorit të vrasjes Gjon Shkëmbi. E gjitha bëhet fjalë për një çështje pronësie me cilën ishte ngarkuar gjyqtari Kalaja. Në një dalje të mëhershme publike, Gjon Shkëmbi deklaronte se kjo çështje do të zgjidhej me vetgjyqësi nëse nuk ndërhynte shteti. Kemi bërë disa herë kërkesë me shkrim tek shefi i komisariatit, tek drejtori, tek njëri tek tjetri, asnjë nuk na ka dhënë përgjigje, as negative, sa për të thënë që nuk bëhet. Kur ishin votimet, na thoshin hajt se mos na merrni në prag votash, por as pas votimeve nuk na morën. Duhet me u konfliktu me ta vet. Tani kjo punë do zgjidhet vetëm me vetgjyqësi nëse nuk ndërhyn shteti, është shprehur Gjon Shkëmbi.